është pra si pyetje kon e don Allahu xheleshanu. Pra nuk bën njeriu me thonë çka kanë me thonë njerëzit për mua, dhe thonë çka don. Po lyhet me thonë veti çka thot Zoti për mua. A më don mua Allahu a sa më don? Ose tomi kon e don Allahu, simbas Kuranit dhe Sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti xheleshanu ka kallëzuar Kur'an se kon e don. Dhe thot e para thot Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allahu ja do ata që mbështeten atij. Pra e ka vështirë mbështetet Zotit. Është smu, i ka ndodhur diçka, e ka ishte provimit. O Zot, ti ma ke dhënë, ti ma je ka këtë vështirësi. Pra i dorëzohet Allahu xheleshanu në çdo kohë, në çdo situatë, sa do është vështirë që Allahu ti dorëzohet. Pra të vëkull nuk do me thonë me nej veç, ona s'mos me bon t'i kur gjon. Ti baje atë që mund e shti. Ata ka ndodhur diçka, dorëzoj Zotit dhe ka ko prej ti ndihmë. Zoti xheleshanu thot i don ata që luftojnë në rrugën e tij. Pra dhe thotën Kur'an në surën Saf thot, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij të rreshtuar si të jetë ndërtesë e fortifikuar. Si me kanë do me thonë një mur që ja bojnë ato ciga që i ven, ashtë fort me kanë do me thonë rrugën e tij. Pra me kanë zbashkut, që kanë disiplinë, që kanë bashkim, si një xhamat, si një familje, që i kthehen besimit në Zotin, edhe cilët munohen si me kanë një familje ose një trup. E treta gjë që Allahu xheleshanu do thot, wallahu yuhibbul mutahhirin, Zoti në surën Tauba, Allahu i don ata që pastrohen, që janë pastër. Ju e dini çka do me thonë Islami në pastërti. Duhet me kanë trupi pastër ku do mu fal, veni pastër ku do mu fal, teshat e pastër, do me thonë pastërtia janë gjysma e besimit. Por jo veç pastër trupit, duhet me kanë me ruaj edhe trupin normal, po edhe gjuhën, edhe menimet me ruaj mos me menuaj diçka të keq, edhe në zemër mos me leju me hiso i natit, zili, ose me ndimallësi, po vetëm dashni të Zoti xheleshanu. Pra këto smundje mos me leju me hi në zemrat tona. Allahu xheleshanu thot masani i don, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyta e të neveritshme. Pra Allahu xheleshanu i don. Teuba vllazën është dera e dashnisë. Pra kush ai i cili bjen teube, Allahu xheleshanu e ka kryer njeriu dopt, që gabon, por ja ka dhënë shansën mu përmirësua. Nuk bën me kanë mendje madhe thonë, unë jam efendi, haxhi, unë falet 5 vakte mua ashtu, se mundesh me gabua, në diçka. Por me kanë do me thonë, njeri i cili mundet me gabua dhe gabon gjithkush prej nesh, por i kthehet Zotit me teube. Se Zoti e don teuben e njeriut, e don lutjen me lut atij për na i fal gabimet tona. Pra, sabri vjen tjetra, wallahu yuhibbu as-sabirin. Në sura Ali Imran 146 ajet Allah thot që Allahu i do durimtarët. Po të ka ndodhur diçka, bo sabër. Mos u dorëzo, bo sabër pra. Nuk do me thonë se sabri i soj dobësijet, jo. Sabri pra edhe në smundje, edhe kur atë problem që kem, edhe çka do që i ndodh, do me thonë e fol njeriu të bën durim dhe i dorëzohet Zotit. Nuk dorëzohet ai kur do me thonë, se sabri jeta pa sabër do me thonë është shumë e vështirë. Por aty vjen gjithashtu edhe tjetra inna Allah yuhibbul muqsitin. Allahu i do të drejtit. Ata që edhe kur janë në rrezik e folin vërtetën. Shihoni tash si hesht bota. Hesht bota, shohin pa drejtën, vrasin fëmijë, heshti. As musliman nuk flasin as fjalë. Ma shumë flasin tjertë se çka flasin muslimat do me thonë. Heshti. E din se a pa drejt me i vra fëmijë. E din se a pa drejt me i vra gra. E din se a pa drejt me i vra ples. Mi po i vrasin. Heshti, edhe muslimat heshti. Pra nuk e kanë këtë cilësi për fatkesë të cilë lyhet me i pas. Se me fol drejtën, është punë e madhe të Allahu. Ai që e fol të drejtën, edhe kur në rrezik, e fol të vërtetën, Allahu e don. Tjetra vjen in Allah yuhibbul muhsinin. Allahu xheleshanu i don bamirësit vllazë. I don ata që i bëjnë mirë. Nuk është veç mirë, veç më sadak. Me bën mirë është një fjalë e bukur, një fjalë e mirë. Një qeshje, një qesh diku, jo me e kanë i brand me tonë.
Dikuj mja falë, diçka ka gabuar, falë në mëndë Zotit. Pra, Allahu Gjeleshani do në ata cilët i kanë të gjanë. Nuk është tira, në gjdo ditë kemë shansë të takojmë me dikon, me adhoni selam, mu qesh, me pa ka farë nevojët, me shjef me i dimua. Ne të shkru të miren, po me i pa dhe se ka shkru rrugë s'keqe. Pra me thë, o Zot, këtheja, e vlonë me motra ime, këtheja në rrugë të hajrit. Pra me kemë zemrë shëndosh, mos me leju me hi në zemrë tona zili, me hi i nantë, me hi smunja, ajo smunje, sa atër Allah nuk në donë. Vazën, pra e pa se kënë donë Allah, do shta herë tjetër do të flasim se kënë nuk donë Allah, mirë po, Allahu Gjeleshanu si e pa i donë ata që i banë, bjenë pra pëndim të ube që bjenë. Letë me ratë të ube që do t'i njeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë me ratë 70 herë, 100 herë në ditë. Ne a thomë një herë në ditë, stakfirullah, Zotë i dim. Një herë në ditë a thomë. E dyta gjanë, me kanë të pastër trupi jonë, po edhe shpirti jonë me kanë i pastër. Pra, këtu ka mundësita, pse me shkua njeri u me dalë. Hajde i jo, që mi pastër, me hinë gjami, si burri e dhëtë, për të s'ku do me dalë për i shpirë, pa ka i pastër. Ti pa ka i pastër, s'ku do me dalë për i shpirë, as një qabë s'ku do me dalë. Por me dhe shpirët ato, zemra tona me kanë të pastra. Mos me leju u rejtje. Mos me leju me hi nanti, sot ka hi kur kush ko mos do. Vesh një do në për interes. Ato shumë kesë, që ose interesi njësë dhe në familje, e në metë, atër mos vetë për halin tonë. Lypet me kanë pra zemër shëndosh, zhjetë kuj, mja të shruat mirën, në fund të anet zotin më ty atër të mirën. E treta gjanë, pra me kanë durimtarë. Shqo atje sa i hupin fëmijët e vetë. Familjet e veta, pra thot, i pështetëm Zotit, o Zot dimon. Nuk dalin meq. Lot normal janë gjë normale, ama nuk dalin meq, e di se i dit ka marrë fitoria me ditë Zotit. Kush bo zullum të dini se kur s'ka fitur zullum shari. Ka bo, do me ka bo, por fiton ajo që në drejt me ditë Zotit. Por lypet njeriu me përkratë të drejtën e jo me heshtë. Bamirësia gjithashtu vllazën, e shini vetë sa ka njeri mundësi me ba mirë, sa ka njërë që në halë, po mirë është si tash edhe një qefë që mja ba dikuj e mirë, mja ka dzur rrugën dikuj është e mirë, mja bush një formular dikuj që zdin është ke ba mirë, dhe thë ka me shinda loje mundësi e njëri me ba mirë, po në qo se nuk i intereso kush vetja, ata nuk është në regull. Edhe mu më shtet të Allahu Gjeleshanu, sa do që i kem shtirë, ju shtet Allahu Gjeleshanu, me lypë në tim prej ti, a i mundet besoni, edhe pse në situatë shtirë, por lypet na me meritua, ose na dashtë Allahu për na dimuaj neve. Edhe në fund, është bashkimi pra lypet me kanë sikur një trup, kur dhem diku dora, ton trupi ka hala po. Ne sot a jemi ashtu, nuk jemi. Shini edhe ko i shi, po edhe me dhe tjerë, dhe me thonë, vllazit tonë, s'kan qka me aukër, s'kan qka me pi, vrasin, i presin, pa kush flet, pa kush mundohet një dimu, po barë me dua muneme, edhe me dua i harroj. Vllazën, inshallah e lu Zotin Gjeleshanu Gjeleshanu të na ndihmoj, të bëjmë punë të mira dhe të na dojë Allahu, dhe të na heqin këtë vështirësi, neve dhe kretë ummetit, këtë pa drejtësi që po i bëjt ummetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, inshallah Allahu Gjeleshanu me fuqinë e tij të madhe e hjek dhe na lënë se gjithçka këputet tu të hullua, vetëm zullumi kur trashet fort e bëjt shumë. E besoj që o bo shumë vetë vërtetë, inshallah Zoti Gjeleshanu i put një herë e për gjithmonë. Allahu na ndihmoft ne këtë umeti prej mashikut magribit inshallah.